If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With the magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Alfea është kthyer në një kamp ushtarak dhe Shatërvani i kuq është mposhtur. Mposhtja e triksave në territorin e tyre në kullën e reve ishte një dështim. Plani s'funksionoi, por fal ndihmës së Rivenit, situata u kthye në tragjedi. Është nga kjo anë. Presti këtu. E janë i këtej. Kjo është dhoma e triksave. Nat, po pse na ke sjell këtu? Donte të shikonim një shembull të mirë të dekorimit të shëmtuar. Ne mund të hymë në kështia dhe që këtej. Korridori është nën vëzhgim. S'është problem të dalësh nga kjo dhomë. Unë kam mësuar të lëviz në kështjell pa u vënë re. Në fillim, duhet të zbresim disa kate. Tuneli që na zbret është aty. Se di, mua më duket si pasqyrë e rregull. Sa sy të mbret që ke Skaj. Duhet të keni besim. Unë jam me ju, jo me shtrikat. Forca, s'kemi kohë për të humbur. Ej, në fillim zonjushat, apo jo? Dhe pastaj fëmijët, apo jo, Riven? Na lër të shkojmë ne të parët. Mund të jetë e rrezikshme aty brenda. Do vi pas teje. Ata të poshtrit. E dia që do të përpiqeshin të bëni diçka. Motra, kemi mysafir. Blum po vjen vërdall korridoreve tona sekrete. Dhe nuk ka ardhur vetëm. Po si arriti të futej? Nati është me të. Traftari! Qetësohu tani, Darcy.
Kjo është era e parë që bën diçka të mirë për ne. Kemi fuqinë e dragojt, nuk na ndal dot asgjë. Janë disa miza të vogla. Do t'i shkelim me këmbë. Akoma s'jam në gjendje të kuptoj se çfarë po ndodh. Dua të them, ky duhet të ishte një vit normal shkollor. Ndërsa këtu ne jemi duke kaluar një krizë të madhe. Duhet të shpëtojmë Alfean dhe dimensionin magjik. Shikojeni nga kjo anë. Kjo eksperiencë që ne po jetojmë po na mëson më shumë se librat shkollor. Jemi pjesë e ngjarjeve historike. Ne na është dashur të bëjmë magji që nuk mund të përsëriten më kurrë, Muza. Ne na jepet rasti që të luftojmë me magjistarët dhe zanat më të fuqishme të dimensionit. Kjo të duket emocionuese apo jo? Mua nuk më pëlqen as pak. E gjithë kjo situatë po më tremb. Më mirë të isha e sigurt në shtëpi me prindrit e mi. Kuptoj çdo të thuash, edhe unë jam e mërzitur. S'duroj dot të rije burgosur këtu, në mes të hiçit dhe larg gjithë atyre që unë njoh. Sa do doja që gjithçka të ishte një ëndër e keqe. Është e vërtet, por këto janë kohëra të vështira dhe duhet të rezistojmë dhe të kemi besim se në fund do të fitojmë. Flora ka të drejtë. Jemi si një orkestër e madhe, secila prej nesh ka një pjesë të rëndësishme për të luajtur. Madje edhe Kiko me Pepen janë gati për të luftuar. E shikoni sa trima janë ata? Secila prej nesh ka një rol të rëndësishëm për të shpëtuar magjin. Mendoni ç'po kalon Blumi dhe Stella. Ata janë në zemër të territorit armik dhe Blum s'ka asnjë fuqi. Pavarësisht nga kjo, jam e sigurt se janë shumë mirë. Muza ka të drejtë, s'mund ta lejojmë që kjo të vazhdoj. Ky është shpirti i duhur. Unë them t'u japim atyre shtrigave një mësim që s'do ta harrojnë kollaj. Po, mendojnë se mund të shuajnë çdo të mirë në këtë botë dhe se e keqja do të mbizotrojë. Por e kanë shumë gabim. Bravo, do t'ja dalim vam të gjitha së bashku. Jepini vajza. Lajmëruesi im. Është nga Timi? Po. Timi dhe unë po analizojmë disa të dhëna. Ne jemi duke krijuar një sistem paralajmërues. E kuptoni, për të gjurmuar sulmet. Shihemi më vonë. Se kam parë kur Kaq normale? Asun. Le të krahasojmë të dhënat dhe të shikojmë nëse hipotezat tona kanë kuptim. E pra, nëse të gjithë numrat janë të saktë, vetëm një ndërhyrje nën-hapësinore mund të vënojë transmetimin e energjisë. Për përqindjet janë aq të ulta sa që unë tekna apo më dëgjon mua apo jo? Po, sigurisht Timi. Po flisje për shkallët e transmetimit apo jo? Po. Në rregull, po, a mund të kontrollosh nivelet e barrierave të qëndrueshmërisë, të lutem? Timi. Sikur të mos mendoja më për logjikën dhe të lija veten të kushtoj nga emocionet. Fundja nuk do ishte dhe aq keq. Tashmë u bënor që ne po ecim nëpër këto korridore të fshehta pa pushuar dhe prap duket sikur nuk po shkojmë asgjë kundi. Gjithçka duket po njësoj. Mos u shqetësoni, ne gati arritëm. Tani ne vetëm disa hapa të vogla na ndajnë në flakë dragojt. E shikon, atje fshehin të gjithë sekretet e tyre. Mos vallë po përpiqesh të na kujtosh shtëpinë? Kam përshtypjen se këtu ka diçka që nuk shkon. S'ka roje, s'ka kurthe. Pse janë kaq të sigurta në vetvete triksat? Në rregull, tani është koha të lirojmë të burgosurit. Po, por ki kujdes të lutem, mirë. Shihemi shpejt. Pas pak do të vi me ju.
është, Blum? Shumë shpejt do të bëhesh sërish zana më e fuqishme në dimensionin magjik. Kjo është flaka ime e dragojt. Mund të jetë sërish të imja. Unë e ndjej ngrohtësinë e saj. Çfarë po ndodh? Surpriz! Kjo nuk është flaka jote, Blum. Flaka jote nuk është në dispozicionin tënd brenda entitetit tënd. Nuk do mund ta marrësh dot kurrë. Humbe, zan. E shikon? Tani jemi më të forta se ti, por prap nuk e për t'ja thënë kujt. Dhe a e di pse nuk do t'ja tregosh kujt? Sepse kulla e reve do t'jetë varri yt. Zëreni se është paralajmërim. Ju të trija meritoni dënimin më të lidh për atë që bot. Eja, Blum, le të ikim. Pra, arrite që të dilje, zonja Griffin. Dua t'ju them vetëm se unë jam ende e zonja. Shihemi më vonë bashk, zonjusha të vogla. Kam frikë se finalja duhet të pres. Çfarë ke ndërmend që të bësh? Nxitojmë. Mburuja s'do t'i mbaj edhe për shumë kohë. Më ndiqni, duhet të shkojmë në terracën Windswept. Është e vetmja rrugdalje nga kështjella. Merreni këtë pelerin, zonja Griffin. Mirë, ikim! Po e lëm kështjellën në dorë të atyre tre shtrigave, zonja Griffin? E dashur, s'mund të bëjmë asgjë kundër Icy, Darcy dhe Stormit. Por zonja Griffin, po i latë këtu mund të shkatërojnë kullën e reve. E di, Stella. Zonjusha Faragonta më kishte paralajmëruar për to, por s'do të lejoj ato më përqeshnin tre studente të reja dhe qisharake. Ky ishte gabimi i madh. Fakti që Faragonda, Saladini dhe unë arritëm të mposhtim tre paraardhësit e tyre, s'do të thotë se jemi të pamposhtura. E vërteta është se duhet t'i mbajmë gjithnjë sy të hapur. Botën e magjisë ta jep askush falas.
Zonja Griffin na kapi në befasi. Kemi ngecur, s'do ta kemi të lehtë ikim që këtej. Çfarë? Mendon se një granit i vogël do të na ndal? Duhet i kapim para se të ikin. Hapuni motra. As nuk e gërvishte, do ta duhet një përjetësi. Çfarë jeni duke pritur? Duhet të më ndihmoni. Le të merren krijesat e errësirës me Blumin dhe miqtë e saj. Do të sajoj një dimension portal për në Alfia. Mblidhuni të gjithë dhe rrini sa më afër njëri tjetrit. Duhet ta bëjmë shpejt, po vin krijesat e errësirës. Nxitoni, hyni në portal. Zonja Griffin, mund të përpiqemi t'i shmangim duke i tërhequr vëmendjen me diçka. Sikur të kisha motorin tim të erës. A s'është më mirë? Një motor hapësire, 4 mish. Është shumë e rrezikshme. Jam gati të rrezikoj gjithçka për të ndihmuar miqtë e mi, dhe asgjë nuk ka për të më ndaluar për këtë. Dakor. Atëherë do të vinë aty. Paçi fat. Do të mendoj për ty, Blum. Jemi shumë larg Alfeas tani, Blum. Wow, diçka na ka prerë rrugën. Largo! Sky, kam gjithandej! Bëj diçka të lutem! Një rritje e papritur e shpejtësisë mund i bëjë të humbasin kontrollin. Bahu fort, Blum.
Sky, çfarë po ndodh? Nuk e di, nuk arrin ta kuptoj. Oh, jo! Ata na kanë goditur! Shpëtuam paq Blum, po ti je mirë? Në episodin e ardhshëm, Grifni dhe Faragonda janë bashkuar kundër një armiku të përbashkët. Duhet të rinë bashkë për të luftuar Trixat, të cilat janë më të fuqishme se kurrë. Ç'të ndodh Blumit dhe Skyt? A do të bashkohen me Wingsat? Alfea është në rrezik.